A mendoni se Erion Veliaj mund të shndrohet në një të penduar të drejtësisë ku mund të rrefejë të gjitha aferat korruptive të qeverisjes së kryeministrit Edi Rama? Unë mendoj që Erion Veliaj drejt asaj do shkojë. Sepse akuzat ndaj Erion Veliajt janë akuza të rënda. Janë akuza shumë të rënda, sepse korrupsioni është 4 deri në 12 vite. Ndërkohë që pastrimi i produkteve veprës penale, që është rrethana rënduese, që është në pika 2 e neni 287, parashikon nga 7 deri në 15 vite burgim. Por Erion Veliaj jetë me fat për një gjë, që nëse SPAK-u, prokuroria e posaçme, nuk e kualifikon veprën penale, që të kualifikoj si grupi strukturuar kriminal, se po e kualifikoj si grupi strukturuar kriminal në bazë të neni 333.1 gërma A, atëherë Erion Veliaj do të fillojë në 20 vite. Dhe kjo për mua do jetë fitore e madhe e Erion Veliajt. Jo për këto akuza se këto i ka dhe nuk i shton dot, po flasin që do jetë fitore e madhe dhe t'i gëzohet nëse prokurorët nuk kujtohen ose do t'i bëjnë një favor që mos t'i kualifikojnë veprën penale si grupi strukturuar kriminal, sepse në bazë të neni 328 të kodit penal, ai plotson kushtet, sepse janë mbi 2 persona, i plotësojnë kushtet si organizimi, funksionimi, kohështrirja dhe qëndrueshmëria. Pra, këta janë 4 komponentët që e bëjnë grupin e strukturuar kriminal si veprë penale. Kështu që kjo do jetë fitore e madhe, sepse zoti Beqaj, që është kolegu ti i Partisë e kështu me radhë, ju kualifikua si grupi strukturuar kriminal. Prandaj që Erion Veliaj të shikoj pozicionin e tij, të merret jo me prokurorin, po të merret me akuzat, akoma se në akuza, por me dyshimet që ka prokuroria, që të bëj mbrojtje në këtë kuptim, se nuk bëhet mbrojtja as me të sharë nga nëna, as nga familja, as për antropologjinë prokurori dhe gjyqtarin, po bëhet në bazë të atyre që ai ka grubulluar për tyra dhe ti duhet të arrëzosh ato. Unë shikoj që mbrojtja e zotit Veliaj është mbrojtje shumë e dobët, pak në këtë vështrimin tim, të cilët e kanë mësuar ose orientuar gabim që ai të sulmoj prokurorin dhe gjyqtarin. Sipas raportimeve në media ku janë referuar një materiali të caktuar, Erion Veliaj ka bërë disa kërkesa dhe një ndër to më specifike është ajo ku ka kërkuar asistencën e një psikiatri. Si mendoni, çfarë loje po luan Erion Veliaj në këtë rast dhe a ka një strategji për të zbutur dënimin që mund të ketë ndaj tij? Shiko, do të kesh parasysh diçka. Çdo i paraburgosur apo i dënuar ka të gjithë të drejtat e tij të kërkojë lirinë me çdo kusht. Kupton? Nuk është një gjë e ndaluar, nuk është herezi dhe nuk është ndonjë krim. Çdo kush kërkon të fitojë lirinë, në një mënyrë apo në një tjetër. Ka njerëz që kërkojnë lirinë duke sepse ka disa kushte që ti duhet të jesh në burgim ose para burgim, në një peshë të caktuar kur je nën 30 kg, atëherë merret masa që ti duhet të lirohesh me një herë në kushte të tjera sepse nuk e përballon dot para burgimit. Pra, ka njerëz të cilët vetë flijohen për të arritur këtë peshë për nëse përfitojnë nga beneficet që jep ligji. Erion Veliaj ka zgjedhur që të marrë një psikiatër që të dalë i çmendur. Po do i çmendur do ta çojmë në çmendim. Dhe nuk e di pasaj se si kush do jenë ata mjekësisë ligjore që mund të marrin këtë përgjegjësi që të çojnë Erion Veliajt, ta nxjerrin të sëmur mendor, që ta çojnë në psikiatrinë e Vlorës apo të Elbasanit, apo ta mbyllin në spitalin e në Fushkruj, si quhet ajo, spitali që është për këta personat të cilët kanë probleme mendore. Ai po mund të ketë probleme me para, po probleme mendore nuk besoj se ka. Kështu që nuk do të funksionojë kjo strategji që ai ka zgjedhur për të fituar lirinë. Ndërkohë, SPAK pritet që të veprojë sa i përket krimeve zgjedhore në zgjedhjet e 11 majit. Nga ana tjetër, një sër eksponentësh të mazhorancës janë në lupën e SPAK-ut. Kush mendoni se do të goditet pas Erion Veliajt dhe që rrezikon më shumë përpara zgjedhjeve?
Në fakt, në procedime penale ka pothuajse për të gjithë enturazhin kryesor të Edi Ramës, pra për Edi Ramën mbi të gjitha, por edhe për të gjithë enturazhin e Edi Ramës. Ka për Edi Ramën, ka për sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Ministrave, ka për ministrat, ka për Taulant Ballën, ka për Manasiliun, pra nuk di ndonjë ministër që nuk ka një dosje në SPAK. Nuk di. Por ka për presidentin e Republikës, po deshët ju, që është një nga dosjet që do shpërthej së shpejti, është dosja e pronave të ushtrisë, që përfshin nga presidenti i Republikës dhe gjithë zinxhiri drejtues i komandës i Ministrisë së Mbrojtjes, pra general kolonel që janë aty, edhe Olta Xhaçka. Ajo është një bombë, një minë tjetër që do shpërthej dhe do ta shikoni së shpejti, sepse tani në prill bën 4 vite që është dosja e hetimet kanë përfunduar, edhe së shpejti do ketë edhe masa sigurimi. Është pastaj dosja tjetër që e Kroçati, Matrix e këto, ku del Taulant Balla në të gjitha bisedat telefonike, mesazhet në gjithë grupet kriminale të Elbasanit dhe Mëgjer, ku përmendet Taulanti si njeriu i cili ishte i dërguar i mafjes në kabinetin qeveritar dhe ishte ai i cili zgjidhte gjithë problemet e këtyre. Dhe kështu që është Edi Rama vetë, dosja me Gonigar, që është një dosje shumë e rëndësishme, një dosje e cila unë nuk e di se si do ta zgjidhë Edi Rama këtë çështje, sepse nuk e ka vetëm me prokurorinë shqiptare, por e ka edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata nuk të falin për këto, sepse ka korruptuar njeriu numrin 2 të FBI-t, dhe Shtetet e Bashkuara kur korrupton një zyrtar të tyre të shikojnë cënon sigurinë kombëtare, cënimi i sigurisë kombëtare të Amerikës, ata të bëjnë të shpallin non grata dhe të bëjnë të vendosin edhe në listën e terroristëve. Kështu që kjo është një situatë shumë, nuk e di pse i do zgjedhjet e Edi Rama në zgjedhjet e 11 majit dhe të fitoj, por janë dosje shumë të nxehta, të cilat nga momenti në moment pritet që të ketë zhvillime të reja për sa i përket masave sigurimi, të arrestimeve, apo mund të ketë edhe masa të tjera, siç e thënë arrestimet me burg. Pastaj ka dosje periferike që janë dosje për këto jo deklarim mos deklarim të ardhurave, që nuk kanë ndonjë rëndësi të madhe, sepse politikanët normalisht në Shqipërinë e dinë që kanë ardhur me një çantë në Tiranë, me një çantë me kështu na këto 30.000 lekë, dhe sot janë bërë me vila, me restorante, me hotele dhe me jetë luksoze, kështu që janë të pranueshme këto që do ketë edhe nga këto veprime nga ana e SPAK-ut.